Të dashur shqiptar, unë nuk e dija që figura që bleva unë e luftës së yjeve kishte këmbë me magnet. Por kur ju afrova frigoriferit për të marrë një birë, filloi të ngjitet tek frigoriferi figura. Ore, çka ka ndodhur? A shikoj unë? Poshtë figurës tek këmbët kishte 2 magnet. Ua, çfarë zbulimi i jashtëzakonshëm. Pashtu kam gjetur që fjala Yliros vjen nga Ilos, që do thotë sy shtrembër, sy çakër. Por unë mendoja që prapashtesa Yros ka kuptim negativ. Dhe është e lidhur me fjalën e ujtë të hollë, pashtu edhe me fjalën bisht në gjuhën greke. Jo, nuk lidhet as me bishtin, as me ujin e hollë, por kjo është një prapashtesë e gjuhës greke. Uros ka kuptim intensiv. Kryesisht përdoret me kuptim negativ, me kuptim intensiv, por nganjëherë përdoret për emra pozitiv. Pra, Yliros mund të jetë emër pozitiv, por është emër grek. Emër mbiemëror, Illyrios, që vjen nga fjala çakër dhe strabizmi, këtë e kam gjetur unë, as që diskutohet. Gjithashtu, unë kam gjetur vetëm emra mbiemëror në greqisht me kuptim negativ. Inteligjenca kompjuterike gjen emra me kuptim pozitiv, por në greqisht është prapashtesë e greqishtes, Illyros. Ilirët shanin njëri tjetrin në greqisht. Qyteti i Sirmionit në gjuhën latine quhet Graium, do thot greke, popullsi greke. Ilirët ishin grek sipas latinëve. Plini i Vjetër thot fiset ilire Japode dhe Japyge janë greke, pashtu Mesape janë greke, Daune janë greke, flasin dialektin Grajan. Këtë thot Plini i Vjetër. Por se ka lexuar asnjë shqiptar Plinin e Vjetër, asnjë, absolutisht shqiptar i vetëm. Pra, përfundimisht, Uros është element gramatikor grek. Përshkruan diçka intensive, të fortë. Unë mendoja si lidhet me bishtin. Për shembull, Kilos i thon gomarit me ngjyrë gri. Kilos do thot gri dhe gomar në greqisht. Kiluros do thot bisht tundës. Është një zog i bukur si në shqip. Dhe nga mënyra se si ai e luan bishtin, kjo quhet bisht tundës në shqip, po ashtu edhe në greqisht Kiluros. Gomar, këriç me bisht, është emri i zogut, bishta tundës. Por kjo është një rastësi. Nuk ka as kuptimin e ujit të hollë, as kuptimin e bishtit. Çuditërisht, prapashtesa Uros përkon me prapashtesën greke Aros të dialektit dorik dhe Eros ose Iros në dialektin atik. Tani, emri Liguros dhe Iluros është gjetur në veri të Iliris, tek Ligurët dhe Ilirët. Zbulimi im. Liguros do thot klithmë në gjuhën greke. Dhe Iluros do thot njëri me sy shumë çakër, tepër të shtrembër syt në gjuhën greke, nga Ilos, sy shtrembër, ose sy vëngër. Pra Uros ose Yros, që u bë pastaj në greqisht Iros, Iliros. Y-ja është bërë i në greqisht dhe në shqip, vetëm në këto dy gjuhë. Pra nejmja autokton, Illyros ka ndryshuar në Iliros në gjuhën greke dhe nuk lidhet me fjalën Ilir, që vjen nga Eleutheros, Ilir në greqisht. Janë pa lidhje me njëra tjetrën. Illyros do thot sy shtrembër, sy vëngër. Është prapashtesë intensive.
Ta shikojmë bashkë sepse këtë pohon edhe inteligjenca kompjuterike, këtë pohojnë të gjitha librat gramatikor grek që si ka lexuar njëri. As një autor, as Jokli, as Majeri, as Pederseni nuk e dinin që Yros ose Uros, pastaj u bë Iros, mbas shekullit të 15, është emri i yllyrisë në greqisht, sy shtrembër. Ta shikojmë. Pra gjetëm magnetin tek këmbët e Ilirit. Të dashur shqiptarë, siç e shikoni, figura është ngjitur tek kompjuteri sepse ka këmbë magnetike që unë nuk e dija se ekzistonin. Po ashtu, unë nuk e dija se ekzistonte kjo prapashtesë në gjuhën greke Yros. Pra Ilos do thot syçakër në gjuhën greke, syvëngër, dhe Yros është prapashtesë që do thot je shumë syçakër në ekstrem. Ka kuptim negativ, po nganjëherë ka dhe kuptim pozitiv, do ta shikojmë së bashku. Unë e pyes inteligjencën kompjuterike, ç'do thot prapashtesa Yros. Inteligjenca kompjuterike thot që prapashtesa Yros është një lloj si prapashtesa Aros dhe prapashtesa Eros dhe Iros. Janë të gjitha prapashtesa greke, nuk gjenden në gjuhë të tjera indoeuropiane. Këta janë emrat mbiemëror të krijuar vetëm në greqisht, përfshi dhe emrin Illyros, edhe Liguros. Përdoret kryesisht me kuptim negativ, por ka dhe emra me kuptim pozitiv në gjuhën greke. Të gjitha këta janë emra mbiemëror: Almyros, Bdelyros, Blosyros, Glafyros, Ihuros, Liguros, Ohuros, Psathuros. Pra, kemi emra të tjerë: Glamuros, Thamuros, Ehuros, Kapuros, Kinuros, Lamuros, Lepuros, Minuros, Oizuros, Fleguros, Psaduros. Unë sugjeroj se ndoshta kanë lidhje me fjalën bisht në gjuhën greke, Uros. Inteligjenca kompjuterike thot që vërtet ka kuptim negativ intensiv, kryesisht tek emrat grek. Bdeluros do thot i neveritshëm, i tmerrshëm. Blosuros ka kuptimin me shikim të frikshëm, i tmerrshëm. Psathuros do thot që thyhet lehtë. Almuros me shumë krip. Glamuros me sy shumë të shtrembër, me sy shumë gri, me sy me shikim të keq. Kinuros që ankohet shumë. Oizuros me kuptimin i mirushëm dhe Lamuros për bindesh me një oreks shumë të madh. Pra të gjitha këta emra janë emra mbiemëror në greqisht, një lloj si emri Illuros. Kemi edhe emra të tjerë: Liguros do të thot klithmë, Psaduros ka kuptimin tullac me shumë pak flok. Kapuros ka kuptimin me shumë tym, që lëshon tym që ndizet flak. Tani unë e pyes përsëri, a është gjithmonë negativ apo ka dhe pozitive efekte? Dhe inteligjenca kompjuterike gjen emra pozitiv. Ishuros ka kuptimin i fuqishëm. Ohuros ka kuptimin i sigurt. Argyros ka kuptimin me shumë argjend. Pra, ka dhe emra pozitiv, po kryesisht janë negativ, do me thonë që është prapashtesë me kuptimin diçka shumë e fortë. Ka edhe prapashtesa të tjera të ngjashme, prapashtesa Aros e dialektit dorik, Eros e dialektit atik. Unë e pyes inteligjencën kompjuterike që ka një lidhje midis fjalës Killuros, bishtatundës, dhe Kilos, gomar. Ju keni të drejtë, Uros ka dhe kuptimin bisht në gjuhën greke, por janë
prapashtesa me burime të ndryshme. Kiluros bishtatundës nuk lidhet me fjalën liguros që do të thotë klithmë. Pra liguros vjen nga prapashtesa uros, do të thotë klithmë shumë e fortë. Dhe kiluros vjen nga fjala me bisht. Por megjithëse kanë shqiptim të prafërt, janë fjalë me burime të ndryshme. Pra, përfundimisht, ekzistojnë në greqisht fjalë me emrin bisht. Dikuros ka kuptimin bisht pirun, me 2 bishta. Ksifuros, shpat me bisht, me klëf. Platuros, me bisht të shesht. Melanuros, me bisht të zi. Por këto fjalë nuk kanë lidhje fare me iluros, që do thotë me sy shumë të shtrembër. Është prapashtesë që nuk lidhet me fjalën bisht. Për herë të parë do ta gjeni në një film tjetër, unë e pash këtë prapashtesë tek fjala lamia, që do thotë përbindesh në greqisht. Lamuria, një lloj si ilyria, ka kuptimin oreks i madh. Ka kuptimin abstrakt, uri e madhe. Ishin bisha që hanin shpirtrat e të vdekurve. Ky ka qenë zbulimi im i parë, është në një film tjetër, dhe tani unë e pyes përsëri inteligjencën kompjuterike dhe e thot që është prapashtesë greke me kuptim intensiv, kryesisht për emra mbimëror negativ, por nganjëherë edhe pozitiv, me kuptimin shumë pozitive. Pra Ilyros mund të jetë me emër me kuptim shumë negativ, mund të jetë shumë pozitiv, por ka kuptimin shumë në gjuhën greke. Ilyros është emër grek. Nuk mund ta përdorim më. Nuk lidhet me fjalën ilir, që vjen nga eleuthera. Ilir, elir në gjuhën greke. Ju falënderit për vëmendjen, të dashur shqiptar. Ju dua me gjithë shpirt, me gjithë zemër. Dhe unë kam gjetur magnetin e fshehtë nën këpucët e ilirit. I faleminderit të dashur shqiptar dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.